Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë episod të Pa Filtra, podcasti që sjell të vërtetën ashtu siç është, pa dorashka dhe pa kompromise. Në këtë episod do të flasim për rrugtimin tonë në edicionin e dytë të Hackathon. Jemi këtu me Kristi Gjonin, fituesin e vendit të parë, dhe Aleksandra Rapej, fituese e vendit të tretë. Le të fillojmë me pyetjet. Kjo pyetje është më shumë për të dy, por që do doja që Aleksandra t'i përgjigjej e para. Cili ka qenë qëllimi i pjesëmarrjes tuaj në këtë kompeticion? Atëherë Dea, fillim shumë faleminderit për ftesën. Jam më së gëzuar që jam pjesë e këtij podcasti, duke qenë që është edhe një produkt direkt i konkursit Hackathonës, ku që ndihem shumë krenare edhe për ty, po edhe vetë si speciale që jam një ndër fituarat. Sa për pyetjen, të them drejtën, arsyeja kryesore pse u bëra pjesë e konkursit është sepse unë jam në një kurs graphic design në qendrën Hana, edhe më ka shtyrë kryesisht profesori, por edhe anëtarët e tjerë të grupit që të bëhen pjesë. Por gjithashtu edhe tema e vetë hackathonës që ka qenë për integritetin zgjedhor këtë vit, ishte shumë interesante edhe më pëlqeu qasja të cilët ne si të rinj, një pjesë e mirë e cilëve pjesëmarrësve të konkursit kanë qenë edhe votues për herë të parë. Edhe ishte një mundësi që ne të krijonim diçka që do të mund të na ndihmonte jo vetëm neve, por edhe qytetarët tjerë në lidhje me procesin zgjedhor. Kështu që ishte një eksperiencë shumë e bukur dhe jam shumë e lumtur që vendosa të bëhesha pjesë. E për ju, Kristi? Atëherë, për pjesën e falënderimeve i ka thënë Aleksandra që po okay, është ajo që do të them është faleminderit nga ju që morët domethënë një nga episodet që të merrni edhe mua aty që të jem pjesëmarrës, se është diçka jo normal, domethënë e veçantë që të jem pjesë e një podcasti, edhe që është një podcast në fillim si ai juaj, kështu që ajo që më takon t'ju them një herë në fillim është suksese. Për sa i përket pyetjes, edhe unë pak a shumë e ngjashme me Aleksandrën, po ajo që mund të them është përveç pjesës që kam qenë edhe unë në kurs që gati e kemi kryer të graphic designit tek Hana, edhe profesori që është një nga organizatorët, të qendrës Hana, të kësaj të podcastit, ma sugjeroi kështu, dhe okay, thash me vete, okay, le të marr pjesë, me që është edhe më si ta them, më koncentruar si temë, sepse vitin e kaluar ka qenë për pjesën vetëm të antikorrupsionit, kurse këtë vit për integritetin zgjedhor. Edhe le të sillim një produkt autentik, origjinal, që paktën t'i bëj mirë njerëzve. Pra atë është qëllimi edhe i vetë asaj hackathonës. Kuptoj. Kjo pyetje është për ty, Kristi. Kjo është fitoria e jote e dytë në këtë kompeticion. Çfarë të shtyut të ktheheshe pas një pjesëmarrje të parë të suksesshme? Tani si takojnë kështu dy marrje pjesë, dy fitore. Edhe kështu çfarë them edhe unë. Okej. Viti i parë, që ishte viti i kaluar, morëm pjesë jo me shumë kështu ambicie, as pa shumë presion, se domethënë era parë që merra pjesë në një hackathona parë në Lesh, kjo e antikorrupsionit, edhe thash, okay, ta provoj, edhe mora edhe një shok timin që ishim një grup prej 2 vetash, edhe krijum një produkt, një website, që kishte lidhje jo vetëm domethënë me informimin mbi korrupsionin, por edhe për ndërgjegjësimin. Dhe aty ishim më të koncentruar te ndërgjegjësimi. Edhe atë e realizuam me anë të një loje interaktive. Ajo ishte pra ajo çka e bënte atë produktin ton autentik nga të tjerë, sepse të tjerat ose mund kishin një aplikacion që kishte lidhje me pjesën e denoncimit. Po, denoncimit e kishte vetëm një grup, ose 2 grupe kështu. Po. Njëri kishte në formën e forumit, kurse tjetri kishte në formën e kësaj kishte ndërlidh atë pjesën e rrugëve denoncimit me institucionet. Po, me sa mbaj mend. Kurse këtë vit, ne siç thash edhe më parë, ishte më koncentruar në pjesën e zgjedhjeve.
me që këtë vit janë edhe zgjedhjet, edhe okej, mora edhe 2 shok tjerë, u bëm një grup prej 3 shoksh edhe realizuam një projekt i cili tham i bukur, është në fillimin të saj është një website. Ajo ka emrin Elektorial ose ndryshe portali i zgjedhjes shqiptar, është live, është online dhe është një faqe që mund të aksesohet nga gjithë. Edhe në fakt këtë vit që ta them fix, ne kishim më shumë presion, ose në fakt unë, sepse duke qenë se marrim pjesë për herë dytë në një konkurs, në një hackathon, presioni nuk është se të vjen direkt, po thjesht e ke nga vetja që të bësh diçka më të mirë se vitin e kaluar. Edhe ajo ishte pra ajo çka desha të sjell edhe unë këtë vit. Edhe mendoj se deri diku ja kemi dalë. Edhe falenderoj edhe ato të qendrës sana që më kanë propozuar që ta vazhdojmë edhe këtë projekt, përveç se promovimit të saj. Edhe kështu, shohim se çfarë do ndodhe. Po ti, Aleksandra, e ndjen vetëm të gatshme për një pjesëmarrje të dytë? Atëherë, eksperienca e kësaj hackathone ishte, sikur thashtë në fillim, shumë e veçantë, kështu që nëse ndodh, shpresoj që të ndodhe sërish një edicion i tretë vitin tjetër, unë do isha më së gatshme të bëhesha pjesë dhe pse jo, ndoshta edhe të kap ndonjë vend më të lartë se sa vendi i tretë. Cili nga prezantimet e grupeve ju ka bërë më shumë përshtypje, ju ka lënë mbresa? Atëherë, jo për treatmentin as ty dhe as grupit tënd, por prezantimi i grupit tuaj, podcastit, më duk vërtet shumë i veçantë edhe unik në të vetën, sepse ne gjithë grupet e tjera kishim bërë diçka lidhje me ose website, ose aplikacion, diçka lidhje me teknologji. Ose lidhje me teknologji në një mënyrë, por podcasti jot, sipas me ka mundësinë që të arrijë më shumë grup mosha se sa diçka që është vetëm në telefon ose mundësuar vetëm në pajisje teknologjike. Diçka që mund të jetë lehtësisht e vazhdueshme edhe mund të kërkojë tërheqje shumë vëmendje, kështu që joti më duk më interesant. Faleminderit. Urime. Faleminderit. E për ju, Kristi? Tash Do t'i bëj qefin vetes. Jo, nuk do bëj qefin vetes, po me qa pash nga Aleksandra ka inatin me mua. Kështu, tash për këtë pjesën e pyetjes normalisht e dija që ju dyja keni pas prezantime më të bukura ndër tjerë, po edhe tjerë nuk është se kanë pas prezantim keq, ha. Normalisht cilësia ndryshon se varet edhe për kushtimi, ha, se mos gënjejmë veten se nuk është se do të ketë një konkurs gjithë mirë ose gjithë këqij, ha. Do të ketë ndoshta mesatar, do të ketë edhe më të mirë. Prandaj janë edhe këto çmime, prandaj do çmimi i parë, çmimi i dytë, edhe çmimi i tretë. Pra, me atë që fola unë, e takon se në kam qenë më i mirë edhe... Ja, bëri qefin vetes, atë. Jo, gjithsesi, për pjesën e prezantimit më autentik, unë them është pjesa e podcastit, se nuk është se ka pas prezantim tjetër që ka pas si podcast, ja? Është diçka e re që vjen nga dritë. Edhe për pjesën e Aleksandrës, që është një aplikacion, nga jo, e bukur. Nuk është se du të rezervohem shumë, po ka qenë diçka e bukur, edhe nuk do ishte keq, edhe që ta vazhdonit. Që po e japun si sugjerim tani, nuk do ishte keq. Gjëra që vazhdojnë normalisht du një fije edhe për kushtim, po besoj që për kushtimin e ka, sigur e kanë gjithë, kur ke edhe atë pjesën e pasionit, normalisht e vazhdon, edhe besoj që nëse e keni si plan, edhe ta vazhdojnë, nëse jo, mund të rezervoni një herë, edhe si tha dhe Aleksandra për pjesën e vitit tjetër, se ajo ka kohën që nëse realizohet prap hackathoni, mundet që të vije edhe me një produkt më të mirë. Nuk do të thotë që ti vesh direkt, se edhe unë kam si tip eksperiencë. Vitin e kaluar që mora pjesë e fitova, po nuk është se e vuna në përdorim nga tjerët. E kam akoma si projekt, por vuna diçka tjetër, pra, mund ta përmirësosh. Kjo mund të shërbejë si mjet përmirësimi. Kaq më thënë. Atëherë, Kristi, duke qenë se projekti juaj doli projekti fitues dhe që po e lëvdon kaq shumë, mund të na e prezantosh? Po, para se të marrë edhe laptopin që ja prezantoj, mund t'i them një dy fjalë. Patjetër. Që t'ju prezantoj fix
cili është projekti jonë që shpresoj që ta vazhdojmë. Atëherë, ajo e ka titullin Elektorial. Elektorial ose ndryshe në Shqip, portali i zgjedhësit shqiptar. Çfarë është Elektorial në thelbin e saj? Atëherë, Elektorial është një akronim. Përveç asaj rrënjës së saj që bën pjesë, pra që bën fjalë për zgjedhjet, Elektorial ka dy rrënjët e saj që është IA, inteligjenca artificiale, që kemi të implementuar në website, dhe AL, që është pjesa pra që bën fjalë vetëm për zgjedhjet në Republikën e Shqipërisë. Është një platformë e cila synojmë që të drejtësoj edhe të informoj qytetarët, mes shumti të informoj qytetarët në lidhje me zgjedhjet, në mënyrën se si ato duhet të votojnë, se si janë programet e gjitha subjekteve zgjedhore, që bjen fjalë këtë vit që janë 11 subjekte zgjedhore, kanë fatin që të prezantohen nga neve, jo vetëm në pjesën e prezantimit të subjektit, por edhe në programet e tyre, ku qytetarët kanë mundësinë që të shohin programet e tyre, do ta shohin më pas. Përveç kësaj është pjesa e inteligjencës artificiale, e cila është kryefjala e website-it, quhet e-Piro, është një chatbot i krijuar nga neve. Aty mund të pyesni gjithçka lidhur me zgjedhjet. Që nga rregullat apo ligjet, të cilat mund të themi është i trajnuar dhe jo mund të themi është e garantuar që është i trajnuar për ato gjëra dhe mund ta pyesni për çdo gjë, pra i takon mund ta pyesni për pjesën se çfarë thot kushtetuta për diçka, do ta vëmë në zbatim dhe ajo do t'ju japë përgjigje. Po ashtu kemi edhe dy seksione të tjera. Është pjesa se si do të votojnë, e thash edhe pak më para, po është me gjitha hapat, jo vetëm nga diaspora, se e kemi pas edhe atë fokusin për qytetarët nga diaspora, cilën është një inovacion ose diçka e re që vjen këto zgjedhje, po është edhe pjesa e historisë interaktive, cilën do të flasim edhe më pas. Ndejoni që të marr laptopin, 1 minutë. Okej, tash ju rikthym këtu. Sa hyni tek zgjedhësishqiptar.al, i cili është adresa kryesore në internet, që mund ta shkruani që tani dhe ta vizitoni. Kjo është faqja kryesore e saj. Pra, në fillim do të shihni pra siglën tonë, pra ajo çka na identifikon neve. Nga vërmoshi në Konispol, vota jote vlen. Kjo është ajo çka na identifikon neve. Pse, thoni juve? Sepse ne jemi të atij idealit që vota e çdo njeriu që jeton në Republikën e Shqipërisë dhe që ka shtetësi në Republikën e Shqipërisë, pra është shqiptar, ka të njëjtën drejt vote. Pra, qoftë edhe në diasporë, pasi e dim që edhe diaspora tani ka drejtën e votës, mund të votojë dhe të vendose jo vetëm për komunitetin e tij, por edhe për vendin në tërësi për 4 vitet e ardhshme, sikur është ajo e zgjedhjeve parlamentare. Teksa shkojmë edhe pak më poshtë, ja, okay. Kemi shfaqjen e seksioneve. Pra, këto janë seksionet kryesore, siç thash, është pjesa e Piros, chatbotit, pjesa e se si mund votojnë, historia interaktive, edhe tham edhe për pjesën e Piros, edhe spektri politik. Kemi seksionin ndërlidhje me e-Albania, në cila është gjejmë qendrën tonë votimit, ku mund të votojmë. Është seksioni i asaj çfarë ne kemi prodhuar pra për e-Piro, ku keni edhe QR kodin këtu, edhe një shpjegim ku mund të klikohet butoni këtu edhe t'ju çojë te faqja prezantuese. Edhe këtu është ai baneri kryesor i joni për rrjetet sociale, ku mund të klikoni këtu. Ju çon direkt te faqja një ndërlidhje me të gjitha rrjetet sociale tona, në TikTok, në Instagram, edhe në Facebook, në cilën do të zgjatem më vonë që t'ju them. Kjo është futuri dhe tash le të shkojmë tek seksioni i parë, tek këndi i votimit. Çfarë do gjeni ju tek këndi i votimit? Atëherë këtu është pjesa e shpjegimit për faqen. Më poshtë do të keni 2 butona.
Butoni i parë është se si të votojmë nga diaspora dhe i dyti është se si të votojmë brenda në Shqipëri. Me që thamë që jemi të koncentruar edhe të diaspora, sepse ata kanë për herë të parë se si të votojnë dhe është rëndësishme që të ketë informacion sepse misinformimi dhe dezinformimi është në nivele të larta, normalisht si çdo shtet tjetër dhe duhet kemi kujdes shumë nga ato. Ne kemi vendosur që jo vetëm si një portal i sigurt, të mund të udhësojmë gjithë qytetarët e diasporës se si mund të votojnë, pasi kanë shkuar edhe zarfet atje. Atëherë kemi të ndarë në 3 hapa, ku hapi i parë është regjistrimi edhe identifikimi, i cili është kryer tani, hapi i dytë që edhe kjo është kryer gjatë javës kaluar dhe gjatë në kësaj jave që po shpërndahen fletat e votimit, edhe hapi i tretë se si mund të dërgohet fleta e votimit. Teksa shkojmë te butoni tjetër si të votojmë brenda në Shqipëri. Le ta shtypim këtë. Dhe do të dalë pjesa e ndërlidhjes me e-Albania. Teksa këtu shohim pra një shpjegim të shkurtër të kësaj, ne mund të shtypim këtë butonin, pra qendra ime e votimit, edhe t'ju çoj tek seksioni i e-Albania se ku mund të votoni. Duhet plotsoni emër mbi emër këtu, emër atësi mbi emër, edhe do t'ju dalë direkt adresa juaj, pra qendra e votimit ku ju do t'jeni. Themi mbrapa, edhe shkojmë pak mas sipër. Kjo është pjesa kryesore. Me që për pjesën e diasporës shpjeguam se si merret fleta, se si jepet fleta, edhe te Shqipëria kjo pjesa e Albanias. Këtu kemi se si duhet të votojmë në mënyrë të saktë. Këtu janë të shprehura gjitha hapat në mënyrë konkrete, kemi këtë gifin këtu, të cilën shpreh 3 mënyra kryesore se si duhet të votoni. Mënyra e parë, mund të zgjidhni partinë, edhe kandidatin që dëshironi brenda asaj partie që keni zgjedhur. E dyta është të zgjidhni vetëm kandidatin e preferuar në listën e hapur, sepse ju nuk mund votoni në listën e mbyllur. Dhe e treta që mund votoni vetëm partinë që dëshironi ju dhe vota do të shkojë direkt te partia që dëshironi ju ose direkt tek kandidati i listës së mbyllur. Nuk dua të zgjatem më shumë sepse për këtë punë janë edhe juristët, edhe të tjerë të Komisionit Qendror Zgjedhjeve, ne ishim më shumë për pjesën e informimit dhe do të shkojmë te seksioni i spektrit politik partive. Atëherë, ky spektri politik i partive është një seksion tepër i ri, është diçka autentike, e cila vjen si produkt i elektorit, është diçka që ndan partitë pra në tre ideologji kryesore, në atë të majtën, në të qendrës edhe në të djathtën. Kur shtypim secilën nga këto, që do ta improvizojmë pastaj, do ta hedhim në zbatim, do të dalin pra. Okej, e zëm që shtypim qendristët. Sa shtypim ato të qendrës, do dalë koalicioni vetëm që është i qendrës, Nisma Shqipëria bëhet, është subjekti, tipi subjektit pra që është koalicion, nëse është parti, jep emrin e kryetarit partisë, jepet shpjegimi për pjesën e subjektit, edhe ja, kemi 2 butona këtu. Kemi programin e partisë edhe vizito. Vizito është pjesa që do të bëjë redirect tek faqja. Nëse shtypim programin, na çon direkt e programi elektoral i kësaj. E zëm Shqipëria bëhet. Ja. Dhe këtu është programi i saj, që mund ta aksesoni në mënyrë direkte në e-Albania, në e-Albania tek elektoria. Se na pa kjo e-Albania na ungjit. Edhe, okay. E mbyllim këtë qendrës, okay, po marrim edhe një të majtë, si kur është Partia Socialiste këtu, kemi numrin e votimit, se harrova që ta them, është numri i votimit për gjitha, përveç Partisë Socialiste që është 5, për Shqipëria B që është 6, për Shqipërinë Madhështore, Alianca për Shqipërinë Madhështore që është 1, e tjerë, pra për gjitha partitë. Nuk du të lëm asnjë mbrapa, sepse jemi të paanshëm. E njëjta gjallë për këtë, programi, çon direkt te programi i Partisë Socialiste, Shqipëria 2030,
edhe e keni gati këtu, në qoftë se nuk kanë bërë në ndryshim këto, gjithmonë varet nga kjo. Gjithsesi, klikoni këtu dhe di që është PDF-ja, materiali PDF-s për Partinë Socialiste, pasi i kemi bërë kërkimet. Kështu janë edhe për partitë e tjera, mund t'i ndryshoni. Lëvizja Bashkë, Partia Socialdemokrate, ose në qoftë se shkojmë tek i djatha, është pjesa e gjitha partive dhe subjekteve të djatha, sigurisht kjo pra që thamë Alianca për Shqipëri Madhështore, është shpjegimi edhe programi vazhdo, kështu është për gjitha. I shfletojmë të gjitha janë funksionale, kështu që ju betet vetëm të aprovoni. Tek sa mbarojmë tek këndi spekti politik, le të shkojmë pak të historia interaktive. Çfarë është historia interaktive në fillimin e saj? Ajo është një mënyrë se si neve të ndërgjegjësojmë qytetarët për pjesën e shitblerjes të votës, nga që ne e dim që është një problem i cili është akoma aktual, i cili ka evoluar në ato mënyrat e saj, por është e rëndësishme që ne ta paksojmë atë ose edhe ta eliminojmë atë, po ajo nuk vjen pra tak-fak, shpejt. Ajo vjen gjithmonë nëpërmjet këtyre mënyrave siç kemi bërë neve, nëpërmjet ndërgjegjësimit, nëpërmjet informimit mbi këtë problem. Po e ditëm se ka ndodhur ky problem, neve mund gjejmë mënyra se si mund ta eliminojmë atë. Ne vim në këtë mënyrë për të rinjt. Të rinjt e dim që lexojnë shumë mangat apo ato që janë anime. Pra versioni anime janë mangat që lexohen libra komik. Ne menduam që ta animonim këtë histori, pra historia e Batos, që flet për një person, një qytetar thjesht si Bato, një punëtor i ndershëm, të cilit i vjen një flet, një zarf në derën e shtëpisë, ku ai shkon në shtëpi dhe i thotë që të votojë për një person X, për filan fistekun, edhe në zarf kishte përveç sa letre, edhe një shumë monetare. Çfarë bën Bato? Okej, e merr atë letrën dhe vjen pjesa pra dita e votimit, 10 maj, edhe ai shkon. Pra, këto janë ilustrimet, të cilët do t'i keni, mund t'i shihni edhe në telefon. Teksa vjen edhe dita e votimit, ai ka mundësinë që të zgjedhet. Pra, kë mendoni ju se Bato do të zgjedhet? Do të zgjedhet për atë emër që i erdhi në zarf, do të zgjedhet për atë që mendon ai, apo nuk do të votojë fare. E bukura është që në fund Bato bën atë më të papriturën nga gjitha, ai e nxjerr fletën e votimit të pavlefshme. Sepse ai është indikuar nga gjithë këta faktorë, cilët ishin presioni apo edhe ky zarfi, cilën e bën atë që prej natit ta nxirrte fletën e pavlefshme dhe të mos votonte fare. Kjo mënyrë është më pak këshillueshmja, sepse në fundit kjo lloj protesti nuk sjell asgjë të mirë, po vetëse një vot të hedhur në tokë, pra një vot bosh, pa asnjë lloj vendimarrje, sepse normalisht askush nuk mund të lexojë ty mendimet ty kur ta ketë atë fletën e votimit, pra ai numëruesi. Thjesht do të shohë se a ke votuar sakt apo jo. Pra, ndoshta Bato mund të jetë shumë idealist në atë çfarë ai ka në mendje, por çfarë ka bërë asgjë. Pra, është ndërgjegjësim që të mos ta çoni votën dëm, pra të votoni sipas vullnetit tuaj. Ne do shkojmë tani në seksionin e fundit. Ajo çka ne e cilësojmë si kryefjalën tonë, e përmendëm edhe më para, është chatboti jon Epiro. Çfarë është Epiro? Epiro është një chatbot i bërë pra powered nga OpenAI API, nuk ka nevojë që të shpjegojmë më shumë nga kjo sepse inteligjenca artificiale, cilën ajo trajnohet nga LLM, pra që janë dokumente lokale, si të tilla pra kushtetuta, kemi futur gjitha dokumentet ligjore që Bato ky Epiro
sepse në fakt është ky problemi se ngatrohen se janë të dy emra i lirë dhe kjo ka qenë ideja jonë që vendosim emra autokton i lirë. Pra Epiro të kishte atë informacionin e duhur dhe të përgjigjë në mënyrë koncize qytetarëve. Le të bëjmë një provë. Le të shkojmë këtu, flit me Epiro versionin 1.1, ky është versioni 1.1 sepse e dim që do të përmirësohet në rrugët e arashme. Pastaj këtu, okej, paraqiesni sa ho ban pjesë. S'ka gjë, mos e vini re këtë emër se kemi kënaqë. Le ta pyesim, për çfarë ta pyesim Epiro? Si më do t'i dhe? Diçka në lidhje me zgjedhjet e 2013-s? 2013-s? Le ta shohim. Nuk e dia, mund ta ketë atë, nuk ka problem, le ta pyesim, nëse e ka 2013. Okej. Nuk e dia, mund t'ja përgjigje, lidhe me këtë pjesë. Okej, enter. Le ta shohim, se në fund punit prova gjenerale. Okej, je përgjigje. Atëherë, thotë zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë në vitin 2013 përfshin disa subjekte zgjedhore, disa nga partitë e koalicionit që morën pjesë janë Aleanca për Shqipërinë Evropiane, Aleanca për Bundësim, Mirëqenie dhe Integrim, bla 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 bla, edhe në total tregon edhe fituesin e zgjedhjeve që ka qenë Aleanca për Shqipërinë Evropiane. Le ta pyesim për diçka tjetër. Çfarë mendon ti për pjesën e diasporës? Pse jo? Okej. Çfarë thot kodi zgjedhor për diasporën? Kam përshtypjen që diaspora do jenë shumë falendërues për këtë botë. Shpresoj. Përgjigje. Atëherë, thot kodi zgjedhor i Republikës së Shqipërisë përfshin dispozitat veçanta për votimin nga diaspora, disa nga pika kryesore janë bla 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 bla. 5 pika kryesore, këto dispozita synojnë të lehtësojnë dhe sigurojnë pjesëmarrjen e diasporës në procesin zgjedhor të Shqipërisë. Tashi, se ndoshta nuk keni pa asnjë gjë, po tani do të shihni diçka. Kjo ishte ajo prova jonë për chatbotin, ju them që ju mund ta aksesoni gjithashtu edhe në rrjetet tona sociale, por edhe në website-in ton të chatbotin dhe ta pyesni edhe më shumë gjëra se kaq. Ju mund ta pyesni pra, siç thash, edhe për pjesën se çfarë thot kushtetuta mbi çdo gjë për zgjedhjet, kodi zgjedhor e ka totalisht aty të futur, pra për çdo gjë që mund ta pyesni, ai mund t'japë përgjigje. Mund ta pyesni për disa nga zgjedhjet, besoj që e ka zgjedhjet e vitit 2013, ndoshta mund ta ketë 2017-s, nuk jam i sigurt, por besoj që mund ta ketë, por gjithsesi mbetet vend për përmirësim në versionet e saj të ardhshme, të cilat nuk është se do përmirësohen më vonë, por tani afër që ta kenë të gjithë pra të aksesueshme në atë versionin më të mirë. Kaq na mbetet të flasim për pjesën e chatbotit. Ky version i chatbotit vjen në gjuhën angleze, pasi mund të kemi shumë persona që janë të interesuar. Atëherë, ideja kryesore jona ishte që kjo ishte vetëm për zgjedhësit shqiptar. Neve menduam që gjuha interaktive për chatbotin të ishte vetëm shqip. Por mbetet përsëri për t'u mendu ajo gjatë, sepse kjo do të vazhdojë, siç tham, edhe chatboti vetë do të përmirësohet, edhe pse jo, ti kemi pra në dy gjuhë interaktive, si në anglisht edhe si në shqip, ku ajo mund t'japë përgjigje në shqip edhe në anglisht. Teksa mbetet që të flas pak edhe për pjesën e rrjeteve sociale këtu, ju mund të na vizitoni në Instagram Electorial, i keni sa shtypni atë banerin aty, një Instagram Electorial, ose portali zgjedhësit shqiptar, në Facebook portali i zgjedhësit shqiptar, ose Electorial, të dyja mund të pranohen dhe mund të na gjeni aty. Në TikTok, kemi vendosur që të hapim TikTok-un, megjithëse është i bllokuar në Shqipëri për diasporën, që të informojmë diasporën në mënyrën më të mirë për zgjedhjet, megjithëse ata kanë mundësi që t'i shohin edhe në faqe të tjera, por neve
e kemi si mision që ta bëjmë atë gjë edhe për diasporën, sepse jo, edhe ato janë pjesë e zgjedhësve shqiptar. Edhe gjithashtu nuk mbetet tjetër që të them, veç se të falenderoj Dean për pjesën e prezantimit edhe për pjesën e reklamimit, se nuk është pak. Të falenderoj edhe Qendrën Hana, sepse ajo ka qenë mbështetja kryesore për këtë vit për elektoral, edhe shpresoj që të jetë një produkt i cili të vazhdoje edhe me te. Pse? Jo vetëm për atë dëshirën time, është më shumë për atë çka ka nevojë populli ynë. Populli ynë ka nevojë për informacion, ne duam që ta japim atë dhe ne shpresojmë që me anë të atyre investitorëve të rinj, që përveç Hanës mund vinë edhe investitorë të rinj që ta kërkojnë atë, jo ta blejnë, sepse ne duhet ta zhvillojmë vetë, investitorë të rinj që përfshin jo partitë, sepse ne jemi të pavarur dhe ne duam që të jemi të pavarur në këtë pjesë, pra që mos jemi të një anshëm në trajtimin e një partie apo një subjekti zgjedhor, etj. Ne t'ju japim më të mirën, pra t'ju japim më të mirën, sepse kjo vjen edhe nga qytetarët vetë, edhe unë jam qytetar, sikur se janë edhe Dino edhe Aroni, edhe japim pra nga ne për ne, ose nga ju për ju. Kjo është ajo çka duhet të them dhe duhet që t'ju falenderoj për këtë prezantim, t'ju falenderoj për vëmendjen, edhe fjala i takon Deas tani. Faleminderit Kristi për prezantimin. Atëherë, cilat kanë qenë vështirësitë që keni hasur gjatë punës dhe është më lehtë të punoni individualisht apo në grup? Sipas meje, unë kam qenë në grup për shkak të të kuptimeve, kam patur vetëm një partnere, kështu që ka qenë edhe mikesha imja edhe ka qenë më lehtë komunikoja me të, kështu që nuk mund them se ka qenë e vështirë pjesa e bashkëpunimit në grup. Ama mund them që ka vështirësi të punosh në grup, sepse varet ai bini gjithmonë dakord me idetë, por në njëjtën kohë edhe mund të frymëzojnë njëri tjetrin. Kështu që besoj se varet me a përputhen tipet e anëtarëve të grupit me njëri tjetrin. Por sipas meje, nuk është se ka pasur ndonjë pjesë vështirë te puna e bashkëpunimit, as sa ka pasur nga ana teknike, teknikaliteteve, fakti që duhet punonim njëkohësisht të dyja në ndërtimin e aplikacionit ose pjesë të tjera të komplikuara që nuk do i përmend tani. Okej. Për ju Kristi? Fakt për mua, vështirësia më e madhe ka qenë te puna. Nuk ka qenë më shumë te grupi. Për pjesën e grupit, ndoshta thash edhe pak më para, po jam munduar që të zgjedhi personat e duhur për të. Me atë mendimin tim, se të dy janë shokët e mi, edhe paka shumë që janë edhe shokët e mi, i kam zgjedhur sipas atyre tipareve që kanë ato. Pra nëse Aroni, që është një nga pjesëtarët e grupit, ishte më i mirë në pjesën e mbledhjes së ideve, edhe sepse Aroni ka kriju, domethënë, pjesën e seksionit të walkthrough të votimit. Ai ideja e tij ka qenë. Ose për Dino ka menduar pjesën Konstantini, pra Dino ka menduar pjesën e chatbotit. Dhe bashkë me të unë kam konstruktuar pra gjithë website-in. Unë kam pas pjesën e kodimit komplet. Pra unë e disha që në fillim që ato gjana që nuk mund bashin, ato duhet i plotësoja se s'ban unë. Ose ato gjana që unë nuk isha shumë i mirë, ose unë nuk dija t'i bëja hiç. Ato mund të plotësohen, pra ishim plotësues njëri tjetrit. Shkurt e shqip. Edhe si thash, vështirësia më e madhe ka qenë te pjesa e mbledhjeve të atyre informacioneve, të përgatitja chatbotit, të kodimi website-it. Këto janë punë standarde, kështu që nuk është se mund të qahem shumë për atë pjesë, nuk mundem të ankohem, por jam i kënaqur edhe se kam punuar, sepse në fundit ti mëson për vete nga ajo pjesë. Është vërtet. Mendoni se këto metoda që ju keni zgjedhur, që keni punuar, mendoni që mund të keni impakt në ndërgjegjësimin e shoqërisë dhe cili do ishte mesazhi juaj për ata bashkëmoshatarë që votojnë për herë të parë këtë vit? Besoj që
Vazhdoj unë që e presim ato. Mendoj që si konkurs ishte një rëndësi shumë të madhe sepse kanë zgjedhur disa produkte në pat, cilat sipas meje do janë më së nevojshme në lidhje me ndërgjegjësimin e qytetarëve, por edhe më shumë bashkëmoshatarëve tanë, sepse në grupet e mia shoqërore ose kanë vënë re të gjithë moshat që kanë mbushur 18 këtë vit, që është edhe viti i zgjedhjeve, një pjesë e mirë nuk duan ose nuk kanë dëshirë fare të shkojnë të votojnë. Edhe është një mungesë totale përgjegjësie, sipas meje, pasi ata mund të thonë që nuk e kam të detyruar të votoj, po është një përgjegjësi morale sepse ti po zgjedh në fund ditës personin ose partinë ose dikë që të drejtojë vendin edhe të ardhmen tënde. Dhe është jo dhe aq morale edhe flet për mungesë përgjegjësie dhe do të këshilloja shumë dhe do i shtyja moshatarët e mi që të merrin pjesë në zgjedhje. Që është edhe arsyeja pse në fund të ditës bëhet edhe konkursi hakathonës. Okej. Për ju Kris? Përse ai përket sajt, hakathona normalisht ka pas rëndësinë e saj se solli domethënë dy produkte që janë duke vazhduar. Ky produkti këtu që jemi ne është podcasti, është edhe Elektoria, që është produkti jonë, i cili po vazhdon dhe është diçka e mirë që vjen për gjithë shoqërinë, jo vetëm për dritë, sepse edhe si podcasti, edhe kjo e jona ka ato 6 minute e saj, pra që thamë, është pjesa që mund ta aksesojnë gjithë, gjithë e aksesojnë YouTube-in apo edhe Google-in apo edhe Instagram-in, Facebook-un, pra gjitha këto rrjetet sociale. Pra është një rrugë e mirë, një urlidhse që bën të mundur edhe pjesën mirë të edukimit, po edhe të ndërgjegjësimit. Ajo që mund t'i them të rinjve është që votojnë për herë të parë, është e para punës, të vizitoni Elektoria, por e dyta, shihni edhe podcastin Pa Filtra, që t'i bëjmë barabartë këtë pjesë. E treta është për pjesën e votës. Mendoj që ka ardhur koha që të mos dëgjoni shumë prindërit pra në lidhje me pjesën e votës. Pra, votoni për atë çka mendoni ju, sepse ajo votë është e juaj dhe ju e gëzoni këtë drejt çdo 2 vite. Në rastin më të mirë, pra, nëse nuk ka asgjë të parakohshme. Për këtë pjesë është e rëndësishme gjithashtu që të mos rrini me atë mentalitetin e vjetër, të ndiqni atë çka mendoni ju se është më e mira, shikoni programet e partive, ajo është më e rëndësishmja, bazoni mbi programet e partive, edhe veproni mbi programet e partive. Mos veproni gjithmonë duke menduar ato çka thonë ato premtimet ndoshta që mund t'jenë boshe, që mund t'jenë thanë mira herë, thash, sepse kështu është kultura e popujve jashtë, që ose shohim edhe Italinë, Italia ka pas shumë ndrime qeverish. Pse? Sepse nuk i mbanin premtimet. Apo edhe Franca bën protesta sepse nuk mban premtimet apo sepse kërkojnë diçka. Edhe neve nuk është se duhet marrim atë pjesën e shembullit pra që duhet protestojmë në mënyrë ekstreme, sikur protestojnë francezët, që djegin çdo gjë. Po marrim atë pjesën që duhet kërkojmë më shumë prej vetes tonë, sepse kemi çfarë të kërkojmë. Edhe me që kemi edhe 11 alternativa në fletën e votimit, ne kemi 11 mënyra apo 11 anë çka ne mund të lexojmë dhe mund të besojmë që mund t'i bëjnë vendit mirë. Pra, ajo çka mund t'i them në përgjithësi të rinjve është të votoni, mos votoni sepse ju them unë apo sepse ju thonë të afërmit tuaj, votoni për veten tuaj, edhe nëse është për atë çka mund besohet më pak, pra mund të jetë në minorancë, votoni. Kjo është më e mira që mund t'i bëni vetes tuaj, familjes tuaj, komunitetit tuaj dhe në tërësi vendit tuaj. Faleminderit. Dhe me këtë kemi ardhur në fund të këtij episodi. Faleminderit që ishit me ne.
Mos harroni të vizitoni faqet tona në YouTube dhe Instagram, pa filtra. Mirupafshim! Pashim!